Dashi. Kjo është një kohë diskutimi konstruktiv për marrëdhënie afatgjata, mund të dalin në paf çështje latente dhe të pasgjidhura. Sa i përket punës, mjedisi është kompleks dhe plot sfida, por çdo ngadalësim duhet të shihet si një mundësi për reflektim dhe përmirësim. Demi. Po mbëri një atmosferë më e relaksuar, edhe pse ka pasur momente tensioni intensiv gjatë javëve të fundit. Punë? Për ata që janë të vetë punësuar ose të angazhuar në shitje, yjet premtojnë zhvillime interesante. Mërkuri në opozit sjell një rishikim të llogarive. Binjakët. Perspektiva të shkëlqyera për romancë, veçanërisht këtë fundjavë që vjen, kur do të jeni në gjendje të fitoni personalitetin tuaj të dëshiruar me sharmin tuaj magnetik. Sa i përket punës, favorizohen përpjekjet praktike, manuale ose sipërmarrëse. Gaforja. Ndjenjat janë në plan të parë dhe ka nevojë për sqarime të vogla ose të mëdha. Çiftet që kanë bërë një zgjedhje në jetë janë më të qetë. Sa i përket punës, kjo është një kohë e mirë për përmbushje personale. Ëndrat dhe projektet e kultivuara me kalimin e kohës tani kanë një shans të vërtet për t'u realizuar. Luani. Dashuria merr nuanca të reja pozitive. Nëse jeni në një lidhje, dialogu dhe ndjenjat do të thellohen, por keni shumë kujdes që të mos lejoni që krenaria dhe ngurtësia e tepërt t'ju mposhtin, duke gjykuar si të drejtën ashtu edhe të gabuarën. Sa i përket karrierës, kjo është një kohë e mirë për ata që punojnë në shërbimin ndaj klientit, shitje ose sektorin publik. Virgjëresha. Periudhat e pasigurisë dhe melankolisë duhet të lihen më në fund pas. Lidhur me punën, kjo periudhë ofron mundësi për përmirësim dhe mundësinë për të planifikuar projekte për vitin e ardhshëm, por keni kujdes. Peshorja. Venusi në shenjën tuaj, i shoqëruar nga dielli, sjell energji të ri për të rirë në ndjenjat tuaja. Do të jeni më karizmatik dhe më 24 dhe 25, mund të përjetoni momente pasioni të madh, duke rizbuluar kënaqësi dhe emocione të harruara. Sa i përket punës, gjendja shpirtërore po përmirësohet edhe në sferën profesionale, po mbërri njohja e shumë pritur, së bashku me shenja pozitive për ata që dalin nga një periudhë pasiviteti. Akrepi. Ditët tuaja dominohen nga tensioni dhe keqkuptimet, si në jetën tuaj romantike ashtu edhe në shtëpi. Ndjeshmëria juaj e shtuar rrezikon t'ju bëjë të ndiheni në impresion, madje edhe për çështje përtej kontrollit tuaj. Puna? Lodhja dhe stresi janë thelbësore tani, edhe për shkak të ndryshimeve të brendshme që kanë çuar në role të reja ose ndryshime në vendndodhje ose mjedis. Shigjetari. Është koha t'i bësh ëndrat e tua realitet, duke u përqendruar në marrëdhënie që të ushqejnë emocionalisht dhe psikologjikisht. Mos lejo që pasiguritë të udhëheqin vendimet, shiko të ardhmen e afërt me entuziazëm. Puno? Analizoni qartë çdo mundësi. Britsjapi. Nëse një marrëdhënie që më parë ishte e lëkundur fillon të përkeqësohet, mos kërkoni strehë të këshillat e të tjerëve, por kërkoni brenda vetes forcën për të bërë ndryshime vërtet personale. Lidhur me punën, vendosmëria dhe këmbëngulja do ta karakterizojnë këtë periudhë. Ujori. Sipas horoskopit të Paulo Fox, e njëjtë, 23 tetor 2025, marrëdhëniet që tashmë kanë kaluar sprova të ndryshme tani do të forcohen fal përvojave të kaluara. Lidhur me punën, ata që kanë projekte ose kontrata të shumta në proces ka të ngjarë të përjetojnë një ndryshim. Peshqit. Me Merkurin në favorin tuaj mund të lindin emocione të veçanta. Vetëm ata që janë në një marrëdhënie të lëkundur duhet të shmangin mbi ngarkesën nga frika dhe pasiguritë. Lidhur me punën, yjet janë të favorshëm për çështjet financiare dhe mund të favorizojnë zgjidhje të shpejta për çështjet burokratike ose ligjore të vjetra. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe.
ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.